sezon goxha i suksesshëm, sepse po të llogarisim periudhën maj-qershor, kemi realizuar gati të gjitha objektivat. Kjo ishte edhe një arritje nga ana jonë, sepse kishim gjatë këtij sezoni në mbylljen e UEFA Pro për 80 orë, ndjekë nga tutori jon, ai që na ndjek nga kursi nga Tajxhi Rafaneli Sapas Konstantin, i cili dha përshtypjet e veta më të mira për zhvillimin e kurseve të nivelit UEFA Pro, pra nivelit më të lartë. Do të thosha risi këtij viti ishin do ta cilësoja një vit shumë i suksesshëm, sepse për herë të parë kemi arritur të marrim dhe të përfitojmë licenca të nivelit të larta në 2 disiplina të ndryshme, siç është ajo e golkipin UEFA A, po dhe e fitness coach UEFA B. Pra të dyja ishin për herë të parë në listën e kurseve që zhvillon departamenti jon. Një risi tjetër është ajo e hapjes së 2 dhe 3 shkollave të tjera të futbollit, të trajnerëve, të licencimit të trajnerëve pranë zonave tona rajonale, siç është rasti i Gjirokastrit, UEFA C, i Korçës UEFA B, kemi të Durrësit për herë të parë licencën UEFA C, kemi të Elbasanit UEFA B, pra janë 2-3 zona të cilat nga niveli C kanë arritur dhe tek niveli B. Do ketë goxha risi, sepse tashmë në kurset tona nacionale, përveç atij drejtorit teknik, kemi ato të scoutit, kemi video analizën dhe mjekësinë sportive. Ne do t'i vazhdojmë edhe në sezonin e ardhshëm për të përgatitur planin dhe të gjithë programin të detajuar, po e mbyllim tani dhe të besoj shumë shpejt brenda muajit të korrik, ne prezantojmë komplet programin e vitit 2020-2021.